Shumë mirë. Tash shkojmë te pjesa e arsimit. Normalisht arsimi do të shifet në mënyrë cilësisë në mësimdhënie dhe mësimnxënie, po gjithashtu edhe pjesa infrastrukturore në për gjitha shkollat që i bijnë komunës tuaj. Cili është plani yt? Po, ne kishim plane, tash pretendojmë, jemi gjenerat e re, jo inteligjenca artificiale, mirë po kur ballafaqohesh Me probleme problemin real në çdo kohë, atëherë kthen disa hapa mbas. Realisht, në plan programin tim janë 4 shkolla të cilat pothuajse nuk plotësojnë asnjë kusht elementar për të viju mësimi aty. Kam nxjerrë edhe video nga të njëjta. Në plan programin tim fillimisht do intervenojmë në infrastrukturë të shkollave fillore, aty ku janë filloristë tanë. Shkollën e Matkës, Shishovës, Sillorës Tepërme edhe Llaçkarcës mendojmë t'i bëjmë godina të reja për një mandat të plotë, ndërsa këto tjera ti restaurojmë që t'u plotësojmë kushtet sa më të mira t'i kenë zonë si ta. Do ketë dhoma senzorike për fëmijët me aftësi të kufizuara, edhe gradualisht do investojmë në IT, në programim për nxënësit e dalluar që t'u mundsojmë të ecin para.